tribunat e stadiumit të qytetit të Kavajës. Ka filluar loja me uniform të kuqe në krahun e majtë ekranit afër një herë. Shohim Sefën, ka vepruar bukur me kokë, por topi i ka qenë skuadrave, do të jetë 12 në sezonin e ardhshëm. Ja Kokotiti 1-0. 1-0 Ramadani. Futbollisti kosovar Ramadani, shikoni gjithë tek ai. Ka shënuar një gol të mrekullueshëm. Një gol e ka zënë të pa përgatitur portierin Frashëri. Pikërisht futbollisti fisnik Ramadani, diqeni me të majtën e tij, i pa përgatitur portieri. Do të jetë dënimi, një gol i bukur i tij, Berisha. Tjetër ndërhyrje dhe kartoni verdh, kartoni kujt nderuar miq. Ja dhe Lënga bie pre e kartonit të kuq, 2 kartona të verdh, që shquhet shumë kosovari. Sefa, një top i sakt nga Berisha. Kombinimi i tij. Përsëri Sefa ka mundësi dhe 2-0. 2-0. Fatjon Sefa ka ndëshkuar mbrojtjen e Bylisit nderuar miq. 2-0 udhëq Besa me golin e Sefës. Ishte një kombinim i bukur, një top i dhënë nga thellësia nga që me sa duket merr frymë thellë. Diqen edhe një herë golin e Kavajësve, një gol i bukur, një kombinim i shkëlqyer. Me sa duket numri 14 Guri ka dhënë këtë top për Sefën, shnuesin më të mirë të Besës. Goli i tij 6, edhe një herë aksioni. Një gol me të vërtet shumë i bukur. Shikoni këtë gol me të djathën, një goditje nga Sefa që nuk mund të gabonte dhe Besa tashmë udhëj 2-0 ndaj skuadrës së Bylisit. Shojmë. Gërgjo godet dhe 2-1. 2-1 Gërgjo dhe 2-1 shkurton skuadra e Ballçit, skuadra e Bylisit me anë të Gërgjos me goditje dënimi. Shikoni edhe një goditje ekselente, fantastike nga Julian Gërgjo. Në loj edhe numri 11 të shohim, është larguar numri 8, është larguar një nigerian, është larguar Ovoje, Keinde Amo dhe në loj është numri 11